Krenaria është bindja që kemi për vlerat tona superiore, në çfarë do lloj kuptimi qoftë. Mendimallësia është dëshira për të nxitur të tjerët të bindën se ne kemi vlera të larta. Në përgjithësi është shoqëruar edhe nga dëshira për ta bindur edhe vetveten mbi këtë fakt. Pra, krenaria është një vlerësim për veten tënde, për vlerat e tua, që zakonisht buron nga brendësia, nga vetvetja. Ndërkaq mendimallësia është dëshira për të arritur një vlerësim të tillë nga jashtë. Prandaj mendimallësia na bën njerëz llafazan, ndërkaq krenaria na bën njerëz të heshtur. Një pjesë e problemit kthehet te një detaj i rëndësishëm. Nuk është problemi se si një njeri e sheh veten e tij. As nuk është problem se si e sheh tjetrin. Problemi shpeshherë është kur njeriu mendon se si e shohin të tjerët. Dhe kjo pastaj ja imponon atij të sillet konform gjitha këtyre mendimeve të supozuara nga të tjerët.